Shqipëria po mbyll 3 kapitujt e parë të negociatave në Bruksel. A është kjo një sukses që duhet i njihet Shqipërisë, qeverisë, apo mendoni se po përdoret më shumë si propagandë politike? Tash puna e mirë nuk ka si mu trajtu si propagandë, nuk e kuptoj këtë diskurs që e dëgjoj kudo nëpër Tiranë, nuk e kuptoj këtë gjë. Tash integrimet evropiane janë një proces që nuk bëhet me hatër. Është një proces që nuk bëhet me mik. Po pavarësisht se çka flasin njerëzit, këto janë procese shumë serioze. Dhe madje edhe ai faktori që quhet geopolitika globale e ka i kufi. Sepse Bashkimi Evropian si një familje shtetesh është rrit në bazë dhe është zhvillu dhe kam rri ku është këtu vetëm në soje të standardeve që ka apliku. Madje edhe ai zgjerimi i madh që është bërë atëherë kur është futur Bullgaria dhe Rumania me idenë sa faktorëve geopolitik, ka dhënë shumë leksione, BE ka nxjerrë shumë leksione prej asaj dhe kur e ka vazhduar procesin e zgjerimit, ka aplikuar ato standarde. Domethënë nuk është aplikuar më zgjerimi për një arsye geopolitike. Nuk është, është dhënë mundësia shumë vendeve, por nuk është aplikuar më. Sepse BE ka mbrojt vetveten. Ka nxjerrë mësime nga fakti që ka fut në familjen e vet dy shtete si Bullgaria dhe Rumania që realisht nuk kanë qenë gati. Madje në raport me Shqipërinë janë duke aplikuar disa standarde që nuk janë aplikuar për asnjë vend tjetër, madje as për Malin e Zi. Në Shqipëria, ndaj Shqipërisë po aplikohet reforma më e fundit e procesit të zgjerimit, që është standardi më i lartë që BE-ja e aplikon në ndaj dikujt. Domethënë modelin me cilin i zbatohet tash Shqipërisë do zbatohet ndaj vendeve tjera, cilët mund të vinë në një pozicion të ngjashëm. Domethënë nuk vlen as për Moldavinë, nuk vlen as për Ukrainën, nuk vlen as për Malin e Zi. Nesër mbas nesër mund të vlej për Kosovën apo kush e di, diçka një vend i cili do të dëshirojë që të bashkohet Bashkimit Evropian. Kështu që kjo është një proces që realisht është një punë e mirë, nuk është punë vetëm e qeverisë, është punë e sistemit. Normal qeveria me faktin që udhëheq procesin është titullare, dhe unë realisht nuk i kuptoj pse njerëzit nuk i gëzohen këtij fakti që Shqipëria sot është prise bashkë me Malin e Zi në procesin e integrimit në raport me vende tjera. I rikujtoj njerëzit, për shembull ku ishte Shqipëria në vitin 2010, ku ishte në vitin 2015, negociatat për BE janë hapur me Maqedoninë tash 2 dekada, u patën hap me Serbinë. Ku është Serbia sot? Ku është Maqedonia në atë proces? Domthonë ka ngel shumë rapa. Shqipëria e cila ka qenë e fundit, domethënë bishti i lokomotivës, sot ka dalë përpara. Edhe këto janë fakte, tu nuk ka të bëj me je pro qeverisë, je kundër, domthonë thjesht nuk e kuptoj këtë diskurs fëminor që has në Tiranë. Kryeministri Rama e paraqet këtë si provë se integrimi po ecën me ritme të shpejta. Çfarë do të thoshit qytetarëve që e shohin këtë si një arritje konkrete? Qytetarët do të japin përgjigje vetes çfarë dojnë nga ky vend. Domethënë, Shqipëria vjen për një histori izolimi. Para izolimit që e kishim në kohën e komunizmit, Shqipëria ishte një vend, të quajmë kështu, primitiv. S'kishte zhvillim, analfabetizmi i lartë, gjërat që ishin në Evropë kudo, nuk ishin në viset ku jetonin shqiptarët. Edhe vim për dy, historia e Shqipërisë së pavarur ka 2 episode që secila është më e dhimbshme se tjetra. Dhe tash shqiptarët janë deklaruar se duan që të jenë pjesë e familjes evropiane. Futja në familjen evropiane nënkupton arritjen e disa standardeve në mënyrë të jetuarit, në qeverisje, në gjithçka. Tash, ky si proces për Shqipërinë nuk mund të jetë proces i lehtë. Shqipëria është futur në këtë proces pa bazë. Është nisë nga zero, nga kati -1, -2. Përderisa vendet tjera kanë trashëguar një infrastrukturë. Madje edhe Bullgaria dhe Rumania kanë trashëguar një infrastrukturë. Njerëzit thonë Bullgaria dhe Rumania kanë qenë vende komuniste. Po, për Bullgaria dhe Rumania, para se të bëshin vende komuniste, kanë qenë shtete perandorak. Bullgaria ka qenë shtet perandorak.
edhe Rumania shtet po ashtu perandorak, cilët kanë trashëguar në infrastrukturë intelektuale, në infrastrukturë rrugore, në infrastrukturë sociale, gjitha. Shqipëria u fut komunizëm pa asgjë dhe s'ka ndërtu asgjë. Domethënë, në kuptimin që ka mundur në vitet e 90-ta me pas si bazë. Edhe ajo gjë që u ndërtu nga komunizmi u shkatërru. Kështu që tash, si do zhvillon vendit? Vendi nuk zhvillon, tash nëse e presim progresionin natyror, të i duhen Shqipërisë 200 vjet. A kanë shqiptarët kohë të presin 200 vjet? Nuk kanë shqiptarët kohë të presin 200 vjet. Duhet vendime të guximshme dhe të dhimbshme. Për shembull, një vendim i guximshëm i tillë ka qenë vendimi i Sali Berishës për autostradën e Kombit. Kur u pat marr vendimi për autostradën e Kombit që do bëhet një rrugë me 4 kursi, me 2 tunele, ishin socialistët cilët thonin jo, ça na duhet, jo shtrajt, jo andej, jo këndej, jo andej, jo këndej, jo andej, jo këndej. Edhe rruga u bë, pavarësisht që kishte një kosto, historia po tregon që ka qenë vendim i drejtë, se ka një impakt pozitiv në ekonominë, shoqërinë, në çka dush. Edhe ndërsa tash për shembull kur qeverisja socialiste po merr disa vendime të dhimbshme, i ke demokratët thonë, andej, domethënë shqiptarët bëjnë jo duke logjiku, po sepse po e bën ai tjetri, unë duhet të jem kundër. Janë disa gjëra që ti thjesht nuk duhet të jesh kundër. Ti mund të kesh vërejtje, por nuk duhet të jesh kundër. Edhe këtu te shqiptarët e shemi e shohim afinitetin për të qenë kundër edhe ndaj një gjë që është e mirë dhe në dobi shoqënisë. Shqipëria nuk zhvillohet ndryshe. Merret me vendime të guximshme, edhe të cilat krijojnë infrastruktura, të cilat në gjatë rritjes së vet, është ajo faza që quhet dhimbje të rritjes. E hasur në rrjetet sociale, njerëzit thonë, po ky është një zhvillim i imponuar, e hasa këto. Zhvillim i imponuar, like, what the fuck? Jo se ne kemi dash, çka ke dash ti? Si bëhet ndryshe kjo? Si janë ndërtu vendet tjera? Vendet tjera janë ndërtu me vendime të tilla. Ti duhet ta marrësh ti mund të shohësh, kesh mendim për detaje, për gjëra, por nuk mund të jesh kundër zhvillimit. Tash, edhe një gjë tjetër që duhet të thonë, nuk mundesh ti në Shqipëri me apliku standardin e procesit zhvillimit të vendeve tjera. Ta thënë, po, se të rinia, sidomos Beriziri, këtu flet me standardet që i sheh kur shkon në Itali, kur shkon në Gjermani, kur shkon në Francë, edhe thot atje është kështu, atje është kështu. Ky brez i ri nuk e mon men kur kanë prit njerëzit në radhë për viza, kur distancat brenda Shqipërisë kanë qenë shumë të gjata, nuk i mon men ato gjëra. Edhe tash mendon se i krejt jeta është, unë e blej një bilet 30, 40, 50, 60 euro, shkoj në Evropë ku du, edhe kthehem unë në Shqipëri. Jo, po, është pak më e komplikuar se kaq. Edhe unë i kuptoj njerëzit që njerëzit ju ka humb durimi, por zhvillimi kërkon vizion, kërkon vendime të guximshme, kërkon edhe vendime të dhimbshme, sepse ndryshe kjo punë nuk bëhet. Ndryshe nuk bëhet. Unë nuk shoh ai rrugë si mundet më u bë ndryshe me një vend i cili thjesht ja ka nis nga -2, -3, -4, sepse një bashkëbisedues i ri, i moshës së re, mundet se kupton çfarë flas unë, por prindrit e vet e kuptojnë shumë mirë. Çfarë duke thënë. A mund të ketë ndikim protesta opozitës në perceptimin që partnerët europian krijojnë për Shqipërinë në një ditë kaq të rëndësishme për procesin e integrimit? Varet me kë flet. Domethënë, nëse brenda Evropës ka njerëz cilët janë tradicionalisht kundër shqiptarë, që nuk kupton edhe kundër Shqipërisë. Mos harrojmë një gjë se, për shembull, nuk është pa gjë ajo historia që e kemi trashëguar që kurva evropiane, Evropa është kurve të tjera, në raport me shqiptarët. Nuk është pa gjë. Edhe vendet e caktuara evropiane nuk është kanë prirje miqësore ndaj shqiptarëve. Njerëzit thonë po gjermanët. Po këta janë po të njëjtit gjermanë, të cilët kanë thonë shqiptarët janë popull me visht në Kongresin e Berlinit, ta nuk janë as popull, ta janë primitiv, janë kështu, atë domethënë. Edhe në ato elitat e tyre intelektuale që ata e kanë, ajo mendësi është trashëgu. Ajo mendësi është trashëgu. Dhe ti e vren me atë farë qasjen raciste që kanë.
Në elita intelektuale në Evropë, akoma flitet me shqiptarët me stereotipe nga e shkuara e largët. Ta e njerëz primitiv, janë arkaik, s'din me mojt shtet, janë kriminel, janë rebela, janë tjera. Domethënë që kur i kapë dhe i lexon ato kronikat e ambasadorëve austriake, gjerman, Prus, domethënë ta shikoj, e kupton që është gjuha e njëjtë, janë stereotipet e njëjta. Kështu që përballë njerëzve të tillë, brenda evropianëve, ata thonë, po është e vërtetë, këta janë kështu. Por pjesa tjetër jo, sepse sot bota është e vogël, ata vinë, shohin vetë. Unë nuk mendoj që opozita i bën derë vetës, duke e quajtur Shqipëni narkoshtet, shtet i kapur, shtet i dështuar, shtet i gjëra tjera, domethënë po thjesht duhet unë nuk është puna ime t'ju jap atyre këshilla apo ide, por mendoj që kjo ka një kost. Por nuk është që bën një diferencë madhe, është ajo shpreha qend lehen për karavanët ecë. Opozita ka zgjedhur protestën në të njëjtën kohë kur qeveria ndodhet në Bruksel. Është kjo një rastësi apo një mesazh i menduar? Jo, është politik, është kalkulim. Është një moment ku ata dëshirojnë që mos t'ja lejojnë qeverisë të ketë komplet vëmendjen mediale, kaq ka kjo si mohabet. Nuk shoh diçka më shumë. Qeveria thot se protestat nuk mund të ndalin procesin e integrimit. A mendoni se opozita po arrin të japë një mesazh që dëgohet edhe nga ndërkombëtarët? Jo, protestat në vetvete nuk do të thonë nuk është diçka tragjike. Ja. Nuk është diçka tragjike, njerëzit kanë drejt me protestu, duhet me protestu, kur e mendojnë që duhet me protestu. Kur e ndjejnë, duhet me protestu, dhe është një gjë shumë e mirë që në Shqipëri të lejohet me protestu, mundesh me dalë çdo mramje të sheshi aty, para komunistisë, dhe kush nuk të pengon. Kjo është, unë jam krenar për këtë Shqipëri. Në vendet të tjera, ka pasoja, ka gjëra, ka përplasje. Hiç më larg se para disa ditësh në Gjermani, pati përplasje mes policisë gjermane dhe protestuesve. Po Gjermania demokratike. Është gjë e normale që të ndodhë. Në Shqipëri nuk e kemi as atë gjë. Po të stop çfarë dush. Në Shqipëria megjithatë është vend i lirë. Kështu që protesta në vetvete nuk i prish gjë punë kuj, por këto veprime destruktive që i afishohen protestës, po. Për shembull kampanjat kundër shtetit, kampanjat kundër bizneseve, kundër turizmit. Ku do me dalë me këtë punë? Ku do me dalë këtë punë? Ta po thojnë, po këto janë biznese të afërta me qeverinë. Falë po. Para kësaj qeverie, këto biznese ishin të afërta me qeverinë para kësaj. Janë të njëjtit biznesmen, cilët janë të njëjtit biznesmen që sillen vërdall që 3 dekada dhe cilët janë afër çdo qeverie që është në pushtet. Këto biznesmenet bëjnë kudo në vendet që janë ngjashme si Shqipëria, ata shikojnë të kenë relata të mira me qeverinë. Pastaj jemi një popull i vogël, secili është një pedaj çunteze, e kam njoft, e kam pas në shkollë, e kam pas diçka, e kam këndena, secili është diçka me diken. Ta njerëz kanë biznese, cilët për shembull dikush i ka 2000 punëtor, është njëri i ka 8000 punëtor, është tjetri i ka 3000 punëtor, i ka 500 punëtor, ato janë 500 familje, 2000 familje, 3000 familje. Domethënë do i lëm këta njerëz në rrugë. Ti nëse dëshiron të largosh njërin nga tregu, duhet ta kesh gati tjetrin i cili absorbon ato punëtor. Okej, unë po pajtom, X-i është i keq. Po, a ke ti tjetrin i cili i merr ata punëtor me njerë? Nuk e ke, atër çaj duke bë. Domethënë është to veprime destruktive, nuk mendoj që janë pjesë e protestës e asaj gjës që i kanë nxjerrë njerëzit në rrugë. Domethënë këto janë efekte anësore destruktive, se po e them me plot gojë, domethënë origjina e tyre nuk është në Shqipëri, koha do të tregojë që ato vinë për jashtë Shqipërisë. Koha tregoj që janë pjesë e armiqve tradicional, pjesë e narrativave të armiqve tradicional ndaj gjithë shqiptarëve, jo vetëm Shqipërisë, cilët synim kanë që të destabilizojnë Shqipërinë. Një Shqipëri e destabilizuar është dobësi për gjithë shqiptarët kudo që janë. Pretendimet e opozitës për Belinda Ballukun vijojnë prej muajsh. A mendoni se këto akuza janë mbështetur me prova të mjaftueshme apo kanë mbetur kryesisht në nivel politik? Në Shqipëri, secili ka një menim për secili është kriminal për dike. Insinuatat nuk janë prova, thashë themet nuk janë fakte, më thet, kam dëgju, i ka thonë, e di, po se di tamam,
këto janë llafet bukura të mira për një tavolinë, edhe po jo për pretendime serioze. Ajo që ndodh në Shqipëri është që bindjet, projekcionet, mendimet ka një tendencë që ato të instalohen si fakte, si prova. Nuk janë ato fakte dhe si prova, sigur të kishte, mendoj që deri tash diçka do delte. Unë gjithë një e kam thënë, domethënë, unë nuk e di nëse Zoja Balluku është fajtore apo nuk është fajtore, për në bazë, sepse nuk e njoh, në kuptimin që njohin të tjerët, ajo mund të ketë njerëz që rrinë me të tërkohon, apo ku dia diçka domethënë gjëra. Unë nuk e njoh në atë frymë, por në mendimin tim është i pafajshme për ato akuzat që i bëhen. Domethënë, unë po flas strikt si jurist, është e pafajshme në mendimin tim për akuzat që i bëhen, sepse deri tash do dilte diçka konkrete. Pra po e them edhe një gjë, akuza bazë që është ngritur ndaj saj është pabarazia në tendera, si vepër penale ajo nuk ekziston në kodet penale të vendeve në Bashkimit Evropian. Është vetëm një vend që ekziston si vepër penale, është Italia, por me vendimet e Gjykatës Supreme dhe Gjykatës Kushtetuese, ajo është kufizu, domethënë, dhe është kthy në një shkelje administrative. Nuk ekziston si vepër penale pa barazin tendera, që domethënë, pa barazin tendera. Në shkelje administrative, po vepër penale nuk ekziston si shkelje penale. Dhe unë jam shumë i bindur që në fund të këtij procesi gjykata do e klasifikoj si shkelje administrative, po dikush do t'ja përgjigje atëherë pse u bë gjithë kjo. Unë e kam shumë qef këtë pyetjen rreth Belindës, sepse mendoj që Belinda është sa keni komploti. Komplot ndaj qeverisë, është zgjedhur domethënë me qëllim. Ideja ka qenë që të provohet, të krijohet një farë klime, një farë gjëje dhe hajt ta fusin burg dhe moja një personin ti në paraburgim. Se qytetarët mendojnë u fut Belinda në burg, u fut Erioni në burg. Erioni nuk është në burg. Është në paraburgim. Paraburgimi është diçka tjetër, burgu është diçka tjetër. Edhe qëndrimi për një kohë gjatë në paraburgim është shkelje e drejtave të personit, përpos nëse kemi të bëjmë me një person me rrezikshmëri të lartë, që nuk do një Capobando, një Pablo Escobar, një El Chapo, diçka ose diçka tillë. Jo për një politikan. Politikani nuk ka arsye të qëndrojë në paraburgim më shumë se sa që duhet. Jurisprudenca e vendeve të Bashkimit Evropian tregon që koha më e gjatë kur dikush një profili të tillë ka qëndruar në paraburgim është 4 muaj. Domethënë për Erion dhe Liajin kemi kaluar. Kemi kaluar gjitha. Domethënë kemi kaluar gjitha, për Beçajin kemi kaluar gjitha. Domethënë kemi kaluar gjitha. Dhe këtu ka qenë ideja, hajt ta futim Belindën në burg, edhe të bëjmë e bëjmë leasing këtu të themi. Ka një tendencë nga ana e prokurorisë, prokurorisë speciale, që të imponohet si autoritet mbi shtylla të tjera të pushtetit, mbi institucione të tjera. Kjo nuk është, domethënë, diçka që ndodh në Shqipëri përpara. Ka ndodhur në vende të tjera. Për këtë arsye, vendet e kanë fut në kushtetuta këtë klauzolën e imunitetit. Imuniteti që e ka dhe Gjermania. Madje e ka një përkufizim shumë absolut të imunitetit. Është fut sepse politikanët kanë ardhur në përfundimin se mund të vendosen në shënjestër të disa njerëzve që nuk i ka zgjedhur askush, nuk i ka zgjedhur populli, domethënë prokurorisë dhe drejtësisë, dhe për këtë arsye është vendos imuniteti në formë që t'i mbrojë ata prej diçkahet që mund të jetë përsekutim politik. Në mendimin tim, procesi ndaj Belindës nuk është rast klasik i përsekutimit politik, po është rast klasik i shënjestrimit politik. Domethënë, është shënjestru dikush politikisht me idenë që të jepet një rezultat, një diçka që ne, domethënë, po e bëjmë këtë gjë. Mendojnë që ka qenë opozita. Nuk është Hoxha Lia, është Ali Hoxha, i kësaj pune i thonë domethënë. Edhe nuk e ka bë opozita këtë gjë, opozita ka bë zhurmë, po kjo është pej mrena prokurorisë, në mendimin tim edhe e shtyrë edhe për disa elementeve nga jashtë, nga disa quajmë kështu vende partnere, dhe është i për shembull mrena SPAK-ut ka ekzistuar ajo fryma që thonin
Ne I kemi Amerikanët prapa vetës, kur ishte, domethënë, drejtuesi I kalum Domani, se aso koha I pat marrë edhe medalje nga Blinken e të tjera. Tash, me faktin që Amerikanët janë tërheq nga ajo farë përkrahja absolute dhe janë fokusu vetëm në prioritetet e tyre që janë lufta ndaj krimit organizuar, ndaj narkokarteleve, e tjera që është pjesë e luftës globale që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nuk e bëjnë vetëm Shqipëri, po e bëjnë kudo. Tash po thoni I kemi gjermanët pas vetë. I kemi gjermanët pas vetë ne. Çai duhet një prokurori me thoni kam gjermanët unë mas vetë apo kam amerikanët mas vetë? A jep legitimitetin Gjermania, Amerika di? A jep legitimitetin popullit shqiptar nëpërmjet institucioneve që I ka kriju populli shqiptar? Por nëse një prokuror ju thot kolegëve të vet, ju thot miqve të vet, njerëzve interlokutorëve të vet, unë e kam për krajën e këtij shteti, atij shteti dhe domethënë ne do e bëjmë, fal kujna I shërben ti. Ti duhet ta ndërtosh rastin, asisoj, ashtu të fortë, që kur I prezantohet popullit shqiptar të mos ketë kush me thonë e ka vënë me hile. Nuk është rast I mjaftueshëm, nuk është rast I fuqishëm. Duhet të jetë rast I fortë. Dhe kështu punon drejtësia. Po marr shembullin e Al Caponës. Al Capone ka qenë një njeri I cili ka bërë krime. Pra do krime nuk kanë mundur të gjejnë dëshmi. Në fund e kanë gjetë një krim, një vepër caktuar penale, e cila krahasim me ato që ka njerëzit kanë thonë për Al Caponën ka qenë asgjë. Por atë vepër ka qenë I vetmja vepër cila ata kanë mundur ta demonstrojnë, ta argumentojnë, të jetë aq e kopsitur që askush mas me thonë po ja bojnë Al Caponës për inat. Unë nuk po shoh diçka tillë këtu. Por ti nëse ke rast dërtoj edhe kundër Edi Ramës. Kur e ka autoritetin X prokurori me ndërtu një rast kundër Edi Ramës. E ka sot askush nuk mundet me nal prokurorin X apo Y me ndërtu një rast kundër Edi Ramës. Po kopsite asisoj që askush mas me thonë që tu është kështu ose është ashtu, po më thonë Edi Rama vërtet qenka kështu fajtor. Tash, për një rast tillë ti nuk të duhen 3000 faqe. Nuk të duhen 3000 faqe. E vërteta është shumë e thjeshtë. X-i që në Y, Y-i që në të Z-i, Z-i që në këtu, kjo kështu, përfundon kaq, kjo është dëshmia, mbaron e gjitha me 2 faqe. Ajo që quhet përmbledhja ekzekutive në 2 faqe, edhe përmbledhja ekzekutive duhet ketë mjaftueshën fakte bindëse që për mjamush menën kujdo që ky vërtet është rasti. Unë nuk po shoh diçka të tillë. Por këtë arsye ta thonë e kemi Gjermaninë mbrapa. Është shumë më rëndësi që ambasadori I Gjermanisë apo edhe zaventës ambasadori, sepse zaventës ambasadori gjerman është një farë figure shumë interesante këtu në Tiranë, që të tregoj domethënë pse ai duhet ai ose ajo duhet të jenë mbrapa shtetit tyne, duhet të jetë mbrapa Spakut sepse Spakut po I desh ka një legitimitet ekstra. Unë nuk mendoj që Spakut I duhet një legitimitet ekstra. Unë kam punuar me ndërkombëtar 3 dekada, kam punuar në institucione serioze, edhe di si ndërtohen këto institucione. Gjërat që ishën në Tiranë nuk ndodhin askund në botë. Tirana, Shqipëria, realisht është një kavje eksperimentale. Edhe kjo është për keqardhje, edhe shqiptarët do vinë një moment kur do e kuptojnë këtë gjë. Do vinë një moment kur do e kuptojnë këtë gjë. Shqipëria nuk duhet të paguajë fatura sikur që ka paguajë Kosova. Për shembull, Kosova ka bërë gjona në kurriz të vetin, cilët në fund e kanë quajtur Hashimthaçin në burg, para burgim, edhe është atje që 6-7 vite. Një proces I cili I ka thyr krejt normat juridike që ekzistojnë. Dhe nuk duhet, Kosova ka qenë një pozicion tjetër, luftë ekzistenciale. Kosova është detyruar I përbi ato pilula të vështira, sepse ne përballë rrezikut ndaj ekzistencës Kosovës, çdo sakrificë është e lejuar. Shqipëria nuk është në një krizë tillë ekzistenciale. Pse Shqipëria duhet të bëjë diçka të tillë? Unë prapë do kaloj te Belinda Balluku në fakt, dhe te opozita, I qëndrimi që ajo ka ndaj Belindës. Dhe nëse opozita është e bindur për akuzat ndaj Belinda Ballukut, pse nuk po arrin ta kthejë këtë kauzë në një presion më të madh institucional? Sepse në Shqipëri ka I problem të madh. Tu secili din diçka, po askush nuk din me tregu çka din. Pra po e them, unë nuk di a Belinda fajtore apo nuk është fajtore. Në kuptimin klasik të fjalës. Nuk I di. Se s'mund të jem tash magjistar të di çka bëjnë njerëzit kur si sheh askush. Por nuk mjafton ti
thush diçka. Kur kush nuk e ndal opozitën, që të ndërtojnë, të gjejnë dëshmitar, domethënë të gjejnë prova dhe dalin para shqiptarëve me thonë ky është dëshmitari jonë, sikur që i kemi pa ato skenat nëpër filma, ose dikush më thonë hajtë që po flet ky me teori filmash, ti shohim lajmet e vendeve tjera, emisionet informative të vendeve tjera, ku del ajo aty zotëria dhe e paraqet dëshmitarin publikisht, dhe del dikush dhe thotë unë jam dëshmitari. Shqipëri nuk e gjen një njeri që thotë unë jam dëshmitari. Edhe kjo është problem shoqëror. Unë nuk e di ku po dojnë me dalë ata me këtë punë, domethënë, sepse është një sens që këta të opozitës harrojnë. Sot ka ja bën dikujt, nesër dikush ta bë ty. Në këtë rast, më e rëndësishme për mua nuk do duhet të ishte me lëndu Belinda Ballukun. Sa e rëndësishme do të ishte që të ndërtohet një standard i lartë i investigimit publik. Shqipërisë duhet një standard i lartë i investigimit publik. Që ti mundesh me bë, kemi investigim të autorizuar që e bëjnë institucionet e autorizume dhe ke investigim publik që e bëjnë gazetarët, e bëjnë politikanët, e bëjnë shoqëria civile. Ne duhet vendosim një standard të lartë të investigimit publik. Ktu nuk ekziston ai standard. Nuk e bëjnë as OJF-t. Nuk e bën asaj birni i famshëm. Domethënë, nuk e bën asaj birni i famshëm këtë standardin e lartë të investigimit publik. Shoqëria shqiptare thjesht akoma nuk ka rrinë në këtë pikë. Mazhoranca akuzon opozitën se përdor çështjen Balluku vetëm për kapital politik. Sa i shndron kjo sipas jush? Është të vërtetë kjo, normale, unë e kisha shfrytzuar. Nëse ekziston një narrativ, nëse ti e bën shtrik X-in ose e bën shtrigan Y-in, unë e kisha shfrytzuar. Pse jo? Për mua nuk është kjo edhe këta të shumicës nere fusin ka 5 filmoni ju për kapital politik. Për çfarë do bëj tjetër? E politikan është. Domethënë, sigur ti thush atij që shet fruta, ti po i shet fruta sepse do të fitosh. Normale. Pra do shfrytëzoj. Po gjëja më normale është e mundshme. Ajo që ka shumica duhet thotë, o duhet tregoj, të luftoj se nëse Zoja Balluku është subjekt i një persekutimi politik. Është subjekt i persekutimi politik, duhet me tregu tash. Edhe në mbrojtje duhet të krijohet një standard i lartë i mbrojtjes publike. Në Shqipëri nuk ekziston as kjo. Një standard i lartë i mbrojtjes publike. Tu jemi një shoqëni, po ti e ke se ti kështu, po normal më kam një qëllim, nuk është kjo është trashëgimi i komunizmit. Ti ke një agjend, po kam një agjend. Çfarë problemi ke ti me atë punë? Kam agjend. Unë kam një agjend, duhet të jem interesant. Problemi jam, çfarë halli ke ti me atë punë? Secili njeri ka një agjend. Nuk është krim me pas agjend. Secili njeri ka një qëndrim, nuk është krim me pas qëndrim. Fakti që ki një agjendë dhe ki një qëndrim, ti nuk e zhvlerëson qëndrimin ose agjendën tënde. Për të rikthyer pak te protesta. A mendoni se protesta e sotme do të ketë pjesëmarrjen dhe impaktin që pret opozita apo ekziston rreziku që të humbas forcën mobilizuese? Kjo protesta si protestë, domethënë nuk është aty ku do donte të ishte opozita, nuk mendoj që do jetë ndonjëherë. Nuk do jetë, sepse ajo faza kur protesta përbënte një farë kërcënimi serioz për shumicën qeverisë, ishte në 10 ditët e para, 2 javët e para, kur në shesh ne shinim njerëz të profileve nga më të ndryshme, madje edhe familjarë të deputetëve socialistë, zyrtarëve socialistë ishin shesh. Dhe kjo tregonte domethënë që ishte një lloj akumulimi i një energjie e cila kërkonte me u zbras. Edhe është e famshme ajo deklarata, unë kur kam thënë do filloj kampionati ande unë nuk është që ja kam fut kot, kam fol diçka që kam menuar sepse e kam pa që ekziston një energji, por nuk kam pa një mullar, është një shprehje. Është mullari, domethënë ose Arkimedi që ka thonë me e pikën mbështetëse, se pastaj ku ta vendos atë se unë e rrotulloj botën. Çdo lëvizje duhet me pas një adresë, një mullar. Unë prisja që do dalë dikush i cili do e shihnim si kryeministri në ardhje. Kur ka një lëvizje të tillë, duhet me dalë një figurë, edhe thot shok dhe shoqe, motra dhe vëllezër, pas meje. Një drejtues. Pas meje, domethënë. Edhe ajo është kryeministri në ardhje. Në momentin kur e pash nuk doli një figurë e tillë, po filluan mos sjell Çorri, Lapaj, Kapri, Fatos Lubonja, më the thash, ato deklarata ime kur thash që kjo punë do kaloj me kampionatin edhe ashtu po ndodh, në fakti që më lidhen disa njerëz aty nuk do të thonë më bashkë kur gjë ajo punë fare, sepse
momenti për ta kapitalizuar këtë energji kaloi. Tash kjo nuk do të thotë që nuk do ndodhë në një pikë tjetër, që shumica duhet të jetë shumë e kujdesshme. Shumica e qeverisë duhet të jetë shumë e kujdesshme, sepse ajo energjia që i nxorrin njerëz rrugë akoma sillet nëpër Tiranë. Akoma sillet nëpër Tiranë. Edhe nëse kryeministri nuk është i sinqert në ato që thotë ne po i dëgjojmë, kjo do përsëritet. Po unë mendoj që ajo është i sinqert, mendoj që ka nxjerr leksione të rëndësishme. Opozita ka bojkotuar seancat plenare. Është ky një instrument efektiv politik apo në fund dëmton përfaqësimin e qytetarëve që kanë votuar? Bojkoti është kthy në një rutinë politike kudo ku ka shqiptar. Domethënë tash ka zgjidh njëri me bojkot në këtë fond pa qartë, e ke këtu, e ke në Kosovë, e ke ande, e ke kudo. A fiton gjë opozita apo humbet nga ky bojkot që bën parlament? Nuk mendoj që fiton gjë, sepse vetë përjashtimi nga proceset të defaktorizon. Mendojnë që konceptohet kështu dhe nga faktorët ndërkombëtar që faktorët ndërkombëtar as e lodhin kokën për atë punë fare, faktorët ndërkombëtar i shikojnë numrat në fund kush e ka shumicën për të marrë vendime, kushtetuta është dizajnuar asisoj, domethënë që ti e udhëheq vendin me shumicë të thjeshtë, janë disa procese të caktuara që janë pak ku ty të duhet shumicë kualifikuar dhe që ti nuk mund t'i kalosh nëse nuk e ke edhe opozitën pjesë aty në janë pjesë e mbrojtjes kushtetuese që kushtetuta ja ka dhënë shtetit duke e përfshi edhe opozitën. Edhe përderisa nuk jemi në ato procese, këta nuk e lodhin kokën ama fare për atë. Dhe një pyetje të fundit për ta mbyllur. A mendoni se zhvillimet në Bruksel do ta zbehin vëmendjen ndaj protestës në Tiranë apo protesta mund të dominojë debatin publik? No. Unë mendoj që domethënë tash protesta është kthy në një pjesë integrale të diskursit publik në Shqipëri. Edhe unë e shoh si një gjë të mirë. Sepse edhe klasa politike e patronë në një comfort zone. Si e majta si e djathtë. Patronë një farë comfort zone. Që bëjmë çka dush, flasim çka dush, këtu smerret kush më atë punë, se shqiptarët janë flegmatik. Shqiptarët doli që nuk janë flegmatik. Edhe janë në gjendje për të reaguar. Po sa do ta ndryshoj kjo sistemin, domethënë unë kam dyshimet e mia, sepse për ta ndryshuar sistemin rrënjësisht duhet të kesh një titullar të procesit, dhe koha për ta nxjerrë këtë titullar unë mendoj që kaloi. Sa më shumë që zgjatet do jetë më e vështirë. Kështu që ky proces tash do të kanalizohet ku dy partitë do të tentojnë që ta instalojnë vetveten, cila më shumë, cila më pak, se ne e dëgjuam popullin dhe tash po reflektojmë. Domthonë kështu do kanalizohet mendoj ky procesi. Tash edhe nëse nuk është i sinqert ky farë reflektimi, mas një kohë, 6 muaj, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, s'është më rëndësi, do të gjendemi përballë situatës së njëjtë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.